Sekretari i ushtrisë së SBA-s Dan Driscoll qëndron aktualisht në Abu Dhabi për të udhëhequr një raund bisedimesh diplomatik me zyrtarët rusë në një përpjekje për të risjellë nga administrata Trump për të arritur një paqe me Ukrainën. Sipas burimeve amerikane, takimi u zhvillua në mënyrë diskrete dhe u konfirmua nga një zyrtar amerikan për agjencinë ruse. Driscoll, i cili është bërë figurë kyçe në përpjekje diplomatike të SBA-s, po sjell përpara një vizion të ri të planit paqësor i reduktuar nga 28 pika në rreth 19 pika. Ky riformulim vjen pas kritikave të forta në Kiev dhe aleatët evropian, të cilët e konsiderojnë versionin fillestar si tejet favorizues për Rusinë. Identiteti i anëtarëve të delegacionit të rus nuk është bërë publik dhe natyra e pikave në diskutim nuk është zbuluar plotësisht, gjë që tregon se bisedimet janë në një fazë intensive dhe delikate. Ndërkohë, Driscoll pritet të takohet me përfaqësues të Ukrainës gjatë qëndrimit në Abu Dhabi si pjesë e përpjekjes për të gjetur terren të përbashkët. Kjo lëvizje diplomatike SBA-s rrit presionin mbi presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili aktualisht gjendet në një pozicion më të brisht politikisht. Kundërvënia kryesore është mbi disa nga pikat më të diskutueshme, si kufizimi i madhësisë së ushtrisë ukrainase, cënimi i sovranitetit në rajonet lindore dhe përjashtimi i anëtarësimit në NATO, kërkesa që shumë në Kiev i shohin si kapitullim. Në sfond të këtyre bisedimeve, Don Driscoll ka lëvizur si një ndër përfaqësuesit kryesor të administratës Trump për këtë proces paqësor, megjithëse roli i sekretarit të ushtrisë në diplomaci është jo tipik. Ndërkohë, partnerët evropian janë të shqetësuar se SBA mund të imponojë një marrëveshje që dëmton sovranitetin e Ukrainës dhe sigurinë e NATO-s. Rëndësia e këtij raundi bisedimesh është e dyfisht. Nga njëra anë mund të hapë rrugë për një armpushim dhe reduktim të përshkallëzimit ushtarak, nga ana tjetër ekziston rreziku për një marrëveshje e nxitur të favorizojë palë ruse dhe të destabilizojë statusin ndërkombëtar të Ukrainës.